që Mateo ka bërë këtë veprim me Selin. Ajo po ka të drejtë të mërzitet sepse ky mbas puthjes së famshme të nesërme në mëngjes sa u zgju që momenti i surprizave mirë që të filloj direkt me lojën, kupton? Që ti kështu Se ka marrë fare afër Brikenën fare. Po, këtu ajo ka shumë të drejtë sepse ndjehet fikse ke parasysh E përdorur. femra vet. Ti për shembull të konsumosh diçka me një djalë që ke qef dhe ai të nesërme ndryshoj sjelljen. Mos Komplet. ti ndjehesh shumë keq. Kjo e bëri, le të themi, atë sakrificën, doli nga vetja me dhënë këtë puthje, ka që vështirësi e pati dhe ti që bënd nesërmen? Ti Sillesh në atë lloj mënyre. Prandaj unë them që kur kam besu në fillim që ky mund të ishte më i sinqert, besonte te një ndjenjë që ai thotë e kishte dhe Brikena thotë kam shumë nevojë për kohë të kuptoj a mund të zhvillohet diçka, a mund të krijojë një interes. Dhe pëlqim, ky tani që e ka, i hik. Më thënë i bie që ti një herë që e ke këtë person, marrove punë. Kaq. Kështu po del Mateo, fiks. Dhe ajo ka gjithë të drejtën të ndjetë e përdorur. Se do me nxjerr ajo kështu, nuk e di. Po jo më zemër se ai si ka një afër 1 sekond. Fare këtë ditë, fare. Që mas puthje, dhe unë e kam pinë Brikenën, ka ndonjë edhe Mateon. Se e ke lanë Brikenën kështu? Pse nuk je sjaru dhe Mateo tha unë kam ik disa herë dhe s'do më usjaru, kur s'do ajo me usjaru se i thashun për ti e kemi nge loja, nuk merresh me je ndaj, thash, merë me ndarën, ose merë me lojën, se a e keti ka që rëndësishme këtë vajzë, dhe më thënë sa, ku t'jon. Nuk e shoftu luftu me pas vëmendjen e saj, se sa ka luftu Gjasme në fillim për ta bërë për vete. Ka shku disa herë dhe kjo i ka thënë ja ka prej që nuk kam dëshirë të flasë me ty.